E tani është radha për dezertën e kësaj mbrëmje. Për ju vijnë të pathonat e kësaj jave. Se më kohë morëm, mund t'i shihni vetëm pas pak në vazhdim. Pas këngës në përvjetor që Adelina e mini solli pothuajse që një vit, ajo është në përfundim të videoklipit tjetër të radhës. Kënga të cilën pritet që shumë shpejt a lancojë në treg quhet Ai Moment. Kënga është punuar nga Darko Dimitrov. Për videoklipin është kujdesur Entermedia dhe xhirimet janë realizuar jashtë vendit dhe do të ketë skena interesante brenda klipit. Kjo do t'jetë një këngë ritmike dhe në videoklip përveç Adelinës do të ketë edhe statistat të tjerë të cilët do të përcjellin mesazhin e këngës e cila flet për dashurinë. Premierën e këtij videoklipit do ta kemi në emisionin prive. Beatrix Ramosaj së bashku me Gold G para 2 dite kanë publikuar videoklipin dhe këngën e tyre të titulluar Sa vite. Por si duket kjo nuk mjaftoi. Bashkëpunimi në mes këtyre dyve vërehet edhe në projektet e radhës. Kësaj here kënga nuk do të jetë një bashkëpunim në këndim. Beatrix Ramosaj menjëherë ka filluar punën dhe është duke përgatitur edhe një këngë tjetër të re. Kjo këngë do të titullohet Manzet. Muzika është punuar nga Devox ndërsa tekstin e ka shkruar Gold G. Sunday Fest është një event i organizuar nga Kosova në Shqipëri. Qëllimi i Sunday Fest është që t'i bashkojë të gjithë të pasionuarit pas natyrës, muzikës dhe kënaqësisë në një vend. Në këtë event mund të marrin pjesë kushdo që dëshiron të kënaqet me këtë lundrim në liçe. Bileta kushton 10 euro dhe ato kanë filluar të shiten që nga data 1 korrik. Sunday Fest organizohet në ferry boat, traget në ajër të hapur dhe zgjat shtator në shoqëri të një natyre mahnitse përgjatë lundrimit nga Fierza në Koman dhe Anasjeltas. Transporti nga Gjakova Fierz dhe Anasjeltas me autobus është gratis. Nisja e organizuar me autobus për pjesëmarrësit bëhet nga Gjakova në ora 10. Lundrimi në liçe fillon në ora 13 dhe përfundon në ora 19.